Hello. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe mirë se vini në një vlog të ri në kanalin ton. Solea Family. Bravo. Unë jam Armela. Unë jam Esidi. Unë jam Solea. Ne tani po shkojmë tek kopshti i Soleas. Jemi të dy pushim bashkë me Esidin, do çojmë Solean tek kopshti dhe sot është të themi një ditë e veçantë për Solean, sepse edukatorja e Soleas ka ditën e saj të fundit të punës. Menduam t'i bënim një dhuratë të vogël edukatores, edhe e ka Solea tek dora dhuratën. Ajo në fakt neve na vjen shumë keq ajo po ikën, sepse ishte një edukatore super shumë e mirë, edhe po kujdesi shumë për Solean. Mi të gjitha në përgjithësi ishte shumë e mirë, jo vetëm për Solean. Po ishte me vërtet profesioniste në punën që bëra. Po ishte profesioniste. Sa heri kërkonim ndonjë gjë për shembull për Solean, edhe ku shkonim për ta marrë Solean, ajo kishte ikur për shembull. Gjithmonë e shkruante në letër dhe e linte tek dollapi i Soleas letrën atje. Ishte shumë e kujdesshme, menduam që të bëjmë një dhuratë të vogël. Solea në shenjë mirënjohje dhe falënderimi, sepse ajo po largohet. Unë e pyeta dieta se dije që Solea nuk është që në ditën e fundit të punës nesër, po tha edhe do silte edhe ajo kështu kek nga shtëpia dhe është përndante kalamajve, do bënë një sifes të vogël. Edhe i thash do të sjell diçka të vogël. Tha u emocionua kështu dhe më përqafoi. Edhe Solea do na tregosh pak mamit ç'a kemi këtu brenda neve? Çokoladë, krem dhe qerim. Po, siç tha Solea, unë mendova t'i blija dy gjëra të vogla simbolike. Kam marrë një krem të vogël për duart, një qeri kështu me arome dhe një çokoladë për edukatoren. Edhe Solea do ja japi dhe i kemi shkruar edhe tek kartoni shumë fat me dëshuri nga Solea. Ne sa po dolëm, ishim tek një furbuke, pim një kafe, hengrëm dhe nga një gjë të vogël siç e patë edhe ju. Tani do dalim të shkojmë në supermarket, blejmë disa gjëra se na mungojnë disa gjëra te shtëpia. Solea ja dha edukatores atë dhuratën që u tregua. Edhe ajo i hapi ato i pati, ua, Solea, ta shumë faleminderita, shumë e sjellshme kjo nga ana juaj, na falenderoi edhe neve. Mua më pëlqen shumë të bëj dhurata dhe ndihesh shumë mirë kur i bën dikujt dhurata edhe lumturohesh. Sigurisht që më pëlqen edhe të më bëj dhurata, por edhe pjesa e dhuruarit dikujt është shumë e bukur edhe të jep një kënaqësi në vetvete. Ne në fakt kemi bërë edhe shumë mungesa në YouTube, ka disa javë të themi, 2 javë, 3 javë që unë nuk kam hedhur video fare. Edhe fakti që ju kam thënë që kemi pas probleme me internetin, edhe nga nesër do kemi internet në shtëpi. Kam bërë një paket të internetit me fuqinë maksimale në mënyrë që mos të kem fare probleme kur të ngarkoj videot në YouTube, sepse më përpara, me thënë të drejtën, unë jam detyruar që dilja në kafe, ulesha në kafe për të hedhur video. Nëse interneti që kishim të shtëpia siç është shpërngulëm, nuk funksiononte, atje funksiononte. Por, për të ngarkuar video, ishte një tmerr vërtet, s'kishte shanse fare. Edhe nga nesër do kemi internet dhe pastaj do e kem më të lehtë, do jem më komode nga kjo pjesë për të hedhur videot kur unë dua, do ma lehtësoj pak punën edhe dëshirën për të bërë sa më shumë video. Tani ne u kthyem nga Lidl edhe unë kam dëshirë t'ju bëj një supermarket haul shpejt e shpejt, sepse më pas duhet të merrem edhe pak me pastrimin e shtëpisë, se është rrëmuj kuzhina këtu, duhet të pastroj pak. Edhe po ju tregoj, kam marrë 2 pako nga këto oriz që ka qenë Solea, një kos grek, një djath, një peshk, mbase ja bëj Soleas sonte, leca, të kuqe këto janë shumë mira, banane, kishte nga këto lulet vazo kështu të vogla për Pashkët, nuk e di sa lek ka bërë, kjo duhet ta shikoj. Mora një vazo kështu të vogël. Kam marrë edhe disa zbukurime të tjera tek
Duket se të Kauflandi, po. Edhe të shikoj, duhet të sistemoj të vendos ato të zbukuroj për pashkët. Karto peceta. Një pizza, kjo është shumë e mirë kjo firma. Kiwi. Vez. Këto ishin si bukë kështu të vogla për solean, se do t'i haja për dhe, po i mora një herë. Një mango. Ton. Fruta të thata mix. Disa pungulla. Kuqe, ka shumë qef solean. Një pesto kështu për makarona. Djath. Që është kjo? Kjo është parmigiano reggiano. 2 kunguj. Një kastravec. Mora një ar kokosi. E gjoni, do t'a provojmë hera e parë, do më s'kam blerë në njërë këtu nga këto. Edhe do t'a provojmë një herë. Se si është brenda, që shije kam, a ja vlen apo jo? Kështë e shtrenjë, është 1 euro e gjysë, prandaj mora të shajtë t'a provojmë një herë. Një bukë, për solea, një patate të embël, 2 patlıgjana, një nga ky djathi i kështu si tip gjize, domate, një avokado, edhe një ton tjetër prap, peshku. Këto pra ishin edhe gjërat që blem tek Lidl. Kam bërë sa lekë këto esit? 66 euro. 66 më Po, 66 euro me ato zbritjet e vogla që kishte Lidl. Edhe të thasë çmimi ishin në vit. Po, çmimet nëse e keni vare ku shiton në Gjermani, nuk e di se si është në Shqipëri tani, por çmimet janë rritur goxha. Edhe kjo vëret edhe ku shkon në supermarket. Për shembull më përpara me kaq lek merrje më shumë gjëra, tani janë rritur çmimet edhe merr më pak gjëra, edhe çmimi i naftës është rritur goxha, kështu që nuk e di se si do shkojnë gjërat, por që situata deri tani nuk është dhe mirë të themi. Këtu në Gjermani kudo pak a shumë, se kjo vjen edhe për shkak të luftës, ekonomia botërore, edhe këtë gjë e din ata liderat edhe që komandojnë që sundojnë gjithë botën, kështu që ne njerëzit e thjesht i vuajmë këto pasojat, por që shpresojmë që të bëhet çdo gjë më mirë, edhe gjërat të normalizohen për ne dhe situata të vejë më mirë. Tani kjo këtu që shikoni ju, kjo e bukura është një fshes që unë e kam marrë në tani kohët e fundit, edhe ka disa ditë dhe është shumë e mirë, më pëlqen shumë, është e kësaj firmës Dream. Sipas hulumtimeve që bëra dhe unë në Google dhe sugjerimeve, komenteve, kjo ishte shumë e mirë. I kam pjesët e tjera të fshesës, i kam tek kutia e vet, sepse kishte edhe një kokë tjetër me leck, kishte këtë kokën që pastron aty poshtë divanin, krevatin, këto kokat, kishte edhe 1-2 kokra të tjera si këto të voglat, kishte një për zgjatim, për thyerje të fshesës të këtij tubi të gjatë. E kam provuar dhe është edhe me 3 fuqi të ndryshme. E kam vënë në përdorim dhe është shumë e mirë. Duket shtëpia është shumë herë më e pastër dhe e përdor pothuajse, jo pothuajse, por përdor për ditë. Një herë po edhe 2 herë në ditë e kaloj gjithë shtëpinë me fshesë, edhe është me lazer, me dritë lazer nga poshtë dhe i tregon të gjitha papastërtitë dhe thërmijet e vogla dhe pastron e bën dritë, jam shumë e kënaqur. E kam marrë 300 euro këtu në Konstancë tek MediaMarkt. Ishte dhe me ofertë kjo, nuk e mbaj mend sa ishte çmimi, po 300 euro. Edhe tani më duaj sepse ajo fshesa tjetër që kisha e vjetra, mu prish edhe nuk më duaj patjetër për të pastruar shtëpinë, se me këto fshesat e thjeshta nuk fshi domethënë. Nuk e di se si ja kam bërë atëherë prindrit tamë, me këto fshesat e vjetra, me këto të thjeshta unë nuk pastroj dot fare dhe gjithë pluhurat ngrihen lart, është e pamundur domethënë, ndërsa me këtë i mbledh gjitha papastërtitë dhe tapetin e bënte dritë. Kështu që ja super vlente, jam shumë e lumtur tani që e bleva këtë dhe kam kollaj për ta pastruar shtëpinë në çdo moment.
Koha jashtë është del pak diell, ikën është shumë ftohtë, nuk e di është kthyer koha fare, ka bërë ftohtë dimër i vërtet dhe besoj edhe nga pashkët, duke që se janë pashkët tani java e pashkëve dhe pastaj janë pashkët tona. Gjithmonë përpara pashkëve gjithmonë është koha jo e mirë. Tani do t'i sistemoj këto gjërat edhe do filloj të bëj punë, të gatuaj ndonjë gjë, të pastroj. Më pas vetë orari për të marrë edhe stolean, kështu shkon edhe dita kur jemi pushim. Për shembull mbaj mend që kjo pica ka qenë 3 euro diku ke 4 euro dhe unë sot këtë e mora 5 euro, 4,99 diçka e tillë. Imagjinoni pak se sa janë rritur çmimet, ekstremisht shumë. Me 66 euro te Lidl unë merja dikur shumë e më shumë gjëra. Më besoj tani që kaq pak gjëra sa mora te Lidl kam paguar kaq lek. Tani po rrim të dy bashkë me zgjidhjen këtu te divani, po shprodhemi pak. Do ham një çokoladë këtë e bleva te DM-ja, doja t'ju tregoja edhe juve, se që nga shumë e mirë, shiko si duket, me fruta. Mua më shumë pëlqejnë këto me fruta se sa ato me çokolata. Pastaj më duhet të mësoj, sepse do bëj edhe provimin e Leben in Deutschland. Nuk është se më duhet tani, më duhet pas 2 viteve, kur të bëj 5 vite që të kem mundësi të aplikoj edhe për pasaport. Por që do i bëj ta kem ta heq qafe, edhe nuk kam mësuar në fakt asnjë gjë. Do i hap tani ato. Pyetje do t'i lexoj, e kam shkarkuar edhe atë aplikacionin që bën testet provë. Se do praktikohem edhe me ato. Nuk kam edhe shumë kohë në fakt, se tani në prill e kam provimin. Por dhe e kam lënë shumë bazdore, nuk është e ka shumë rëndësi, i mjafton të paktën më duket që të bësh 17 pyetje nga 33 dhe e ke të marrë ato. Kështu e kam lënë bazdore, do mësoj sot mësoj, po besoj se i mësoj kollaj ato dhe e marr atë provimin 100%. E kam të besimin dhe e di që e kam të marrë dhe pa e ditur fare se çfarë pyetjesh janë atje, se kam idem fare, por që do t'i mësoj ato, nuk e kam problem fare. Duhet i Tani që kam kohë sa është solen në kopësh për shembull, do t'i lexoj ato pyetje dhe pastaj në darkë kur të kem mundësi do ushtrojmë edhe me atë aplikacionin. Kush e ka dhënë këtë provimin, të gjithë kanë thënë që nuk është i vështirë, është i thjeshtë. Ta provojmë Jarta. Sa e mirë. Ndjet ajo shija e frutave të thata këtyre. Me shashka, me lule shtrydhe, me boronica, me këto beren, për tani në pranverën. Ika tani se do mësoj për provimin, edhe më pas do t'ju marrë prap me vete kur të marrim soleja nga kopshi, nëse do shkoj edhe unë po sportova. Dali. Kam që vjen edhe këte. Ka marrë një dhurat, hape mami të shikojmë qik? Qa është kjo? Nuk e dim se qa është. Një dhurat, një ftesë më duket. Të shikojmë soleja që ka këtu brenda? Përshëndetje edhe nga një ditë tjetër. Tani jemi mbas dite dhe do t'i bëj solejas për të ngrënë. Do t'i bëj sot pilav, sepse pilav donte tante dhe dje ngri peshk, ka ngrënë patate, kështu që sot makaronat e këto i ka ngrënë, sot po mendoja t'i bëja pak pilav. Mish nuk kam aty në fakt, por do t'i bëj vetëm pilav edhe të shikoj që mund t'i shtoj në një gjë ekstra, po deshi soleja. Kemi më shumë se 1 muaj, rreth 2 muaj, që nuk blej fare asnjë gjë në supermarket, si që janë salam, salqiqe, proshut, zero, nuk ka bler asnjë gjë dhe soleja nuk ka ngrënë, për rreth 2 muaj nuk ka ngrënë fare nga këto, çokolata fare zero, patetina zero, ka rreth 2 muaj, edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, sepse soleja tani ka filluar, edhe po ha ushqimet që po ham dhe ne, po ha ato që i çojmë neve përpara, edhe po kthehet prapa ajo soleja që ka qenë.
kur ka qenë në Shqipëri, për shembull, i ka ngrënë të gjitha ushqimet deri në moshën 2 vjeç e pak, është ushqyer në mënyrë perfekte. Ka ngrënë çdo gjë të mundshme, çdo gjë bio nga fshati, edhe nuk ka pas asnjëherë probleme me ushqimin, por që kur erdhëm këtej në Gjermani pastaj, filluan këto ndryshimet që nuk i pëlqente ushqimi këtu, edhe unë nga që isha në punë gjithë ditën, fakti që ndenja 6 muaj larg Soleas, kur ata erdhën këtu, kisha një boshllëk nga brenda dhe doja ta plotsoja këtë. Fakti që ne ishim larg njëra tjetrës, i plotsoja çdo dëshirë të mundshme Soleas. Edhe aty për 1 muaj, mbamend 2 muaj, unë i kam bler çdo gjë që ajo kërkonte, unë ja bleja. Edhe u prish regjimi i Soleas, edhe çdo gjë pastaj u bë shumë e vështirë, por pastaj unë thash stop, sepse po e shikoja që situata po merrte shumë keq, domethënë, por prapë ishte shumë e vështirë sepse ushqimet këtu kanë shije ndryshe edhe çdo gjë pastaj ndryshoi. Gjithsesi Solea ka ngrënë ushqim, nuk është se ka bërë shumë naze, por siç është ushqyer në Shqipëri, jo. Tani po mundohem që t'ia kthej edhe një herë Solean siç ka qenë, jo 100%, sepse këtu ushqimet siç e kemi në Shqipëri nuk i kemi. Për shembull, vezët nuk e kanë shijen siç janë në Shqipëri, ose mishi i zogut nuk është si në Shqipëri. Por që gjithsesi po mundohem që t'ia kthej edhe një herë ato ushqime, t'ia jap përpara, dhe tani ka filluar i provon edhe i konsumon gjitha këto pa problem. Pak nga pak, dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Edhe vetë neve nuk kemi ngrënë fare nga këto, sepse nuk kemi bler fare, kështu që nuk kemi ngrënë, të paktën për këto budalliqet në shumicë, këto pisliqet më saktë, siç janë patetinat, edhe çokolladat, edhe prosciutat, sallamrat, fare, salçiçet, fare. Jam munduar të gatuaj më shumë, kam bërë gjellë më shumë, perime më shumë. Mbase kemi ngrënë pak më shumë, për shembull, makaronat, se NCD ka shumë qejf makaronat, ose pak më shumë nga buka kemi anuar, por këto gjërat e tjera nuk e kemi ngrënë fare, dhe për këtë gjë jam shumë e lumtur. Kështu pra tani do filloj dhe të bëj pilafi. Po shikoja pak që parë statistikat e YouTube-it, se kush më shikon edhe kush nuk më shikon. 90% e personave që më shikojnë videot janë ata që nuk më kanë subscribe, dhe vetëm 10% janë ata që më kanë subscribe. Kështu që diferenca shumë e madhe. Unë do t'ju lutesha të gjithëve, kush nuk ka bërë ende subscribe, tani mund ta kontrolloj aty lart, dhe kush nuk e ka shtypur butonin subscribe, mund ta bëj tani, të abonohet në kanalin ton, duke qenë se shumica e personave që nuk më kanë subscribe i shikojnë videot e mia. Kjo do të thotë që i pëlqeni videot, edhe pse jo të mos e shtypni butonin subscribe, edhe të më jepni një ndihmë shumë të madhe edhe mua që bëj video. Kështu që do t'ju isha shumë falenderuese dhe mirënjohëse nëse bëni subscribe në kanalin ton. Shumë faleminderit. Unë ngriva pak karrotë tani në rende, do ta skuqim pak karrotën, edhe pastaj do hedhim orizin, edhe ujë në fund. Kam shkarkuar atë aplikacionin e Leben in Deutschland për të përgatitur për provimin, edhe provova thash të hyj të bëj një test mbas logjikës time, se duhet mbes dhe aspirimin këtu, por pastaj bën zhurmë, doja të tregoj edhe këtë. Është këto aplikacionet të ndihmojnë shumë për provimin, sepse aty përgatitesh dhe sa më shumë të ushtrohesh, dhe aq më mirë pastaj, sepse je më i përgatitur. Edhe hyra bëra një tip testi prov, pa lexuar asgjë rreth pyetjeve të Leben in Deutschland, edhe mora 20 pikë. E kalova provimin pa i mësuar fare ato pyetje, thjesht me logjikën time. Kështu që
Besoj se jam gati, nuk më intereson shumë se sa pikë do marr, mjafton edhe 17, unë pa lexuar fare, domethënë mora 20 pikë, më mjafton edhe 17, vetëm ta marr si provim edhe të jem në rregull pastaj me këtë pjesën e këtyre provimeve për sa i përket edhe nën shtetësisë gjermane ose lejes së përhershme. Solia, që po hami, mam? Ajs? Po. Më trego pak, me që shiesh kjo? Me bibi. Me bebi? Bibi blu li e kishtë atje, va? Bibi blu. Bebi blu. Sa bukur koha sot. Si zhurma e tetit. Që vënd. Që shkudës babë, vere këtu ku e kam. Mama, këtu edhe... E ti edhe këtu prema kishtë akullorë. Po, e man menti? Solia, Po. tu jemi nga një ditë tjetër. Unë kam marrë latte macchiato, e nësiti një avocado, Avocado është edhe akullore, Solia. vanilje, kullore vanilje me një espresso. Dhe unë e kam me blu. Po, Edhe kam 100%. po, Dhe unë e kam këtë. Tu kam këtë mirë. po. Alo. Tani më thoni edhe ju që jeni mama, edhe keni fëmijë kështu për shembull si mosha e Soleas, që na i merr ne këto pijet tona, i përzien edhe bën një mix këtu bashkë, i hes sheqer, i grise shpërdoron të gjithë sheqerin, edhe luan kështu si puna e Soleas. Edhe bën një super rëmuj këtu te tavolina, domethënë, nuk e di se ç'a mendojnë këto që punojnë këtu për neve, sa herë ulemi ne me ndonjë vend, kush e di që thonë që kam bërë këtu, po që ti bësh kur je me fëmijë vogël kështu është. Për juve, ben edhe juve si Mbase, po, Okej. po. Mbase një ditë do na marri malli për këtë kohën kështu, se koha ikën shumë shpejt, edhe do na marri malli për gjithë këtë rrëmujën, kështu që vele. Atëherë, ne sa po erdhëm në shtëpi, edhe unë do t'ju bëj një supermarket haul shumë shpejt. Këtu kemi patate, këtu kemi flamkuchen, janë këto pitet kështu që bëhen me të ëmbla ose me të kripura. Ne kemi dëshirë ta bëjmë kështu nga këto të kripurat, kjo na pëlqen shumë. Nuk është ndonjë gjë healthy, por është një diçka që bëhet shumë shpejt, unë e pash atje e mora këtë ta provojmë. Tu kemi 2 kastraveca, presha, një kuti me vezë. Ishte kjo e madhje, thash të marrim këtë, nuk është ndër më të mirat, por mu duk okej, morëm këtë. Këtu janë çibuk për Solean, nga këto leckat për kuzhinën. Këtu kemi këto shpek për të bërë këtë flamkuchen. Preshe, thash në duket 2 nga këto bagetat se i kishte qef Solea. Këto janë arra. Ky është kremi që vendoset si për flamkuchen. Një qumësht, Mastrolindo, kjo ishte këtu vitamina Soleas, Mastrolindo për banjon. Ky është një vajulliri nga kjo për përpjekje. Fileto pule, këto janë 2 kofsha pule. Këto janë fara të zeza, mandarina, domate këtu të voglat, banane, Efekt që ka qef Ensidi 2 copë, Red Bulli që kam qef unë në zot i madh.
Tu kemi zane, jogurt, kështu grek, kos grek. Ishim edhe tek dëm-ja, t'ju tregoj shpejt që morëm edhe tek dëm-ja. Kjo është nga kjo salca që e dini ju që marrë gjithmonë unë këtë të dëm-ja se është më e mira. Kjo është një concealer nga Catrice. Ta provoj këtë, kishte dalë re më duket kjo. Çokolata, nuk janë tamam çokolata, këto janë nga këto që jepet fëmijëve, nga kjo jap Soleasun. Është një krem për këmbët e mia, nga këto kështu si pufka, një orbit, buka ime që është pa gluten, shumë e mirë. Mora një krem bajame, ta provoj. Ky është lëng molle për Solean. Edhe këto janë bateri, këto janë marrë tek Dedi se i morëm Soleas një lodë. Ky kreri është e mora për Solean këtë tek dëm-ja. Tani si që shikoni, unë kam dalë nga dushi. Këtë i kam tharë pak, po jo plotësisht, të flokët e mia du një orë të thahen. Edhe po ju tregoj se çfarë përdor unë për flokët, edhe do bëj edhe skincare-in e mbrëmjes, sepse nuk e di ju kam treguar ndonjëherë. Për majat e flokëve përdor këtë vaj, që të rrinë të buta edhe kur i kre pastaj. Pasi e kam tharë pak flokun, dikur e vendose direkt edhe në të njom, tani e thaj një herë. Pastaj e vendos këtë, janë pa këtu, e përkoj kështu edhe vendos vetëm tek pjesa e majave poshtë. Këtë pjesën këtu poshtë, pak a shumë, pak më sipër se majat. Edhe jo nga lartë, sepse nga lartë ndyroset floku dhe nuk është për pjesën sipër të flokut, është vetëm për pjesën poshtë. Tani do ta krehim. Kam disa muaj që kam një super ngatrim të flokëve që nuk ju a shpjegoj dot në këto nivele, edhe nuk e di pse më bëhet floku kështu. Munduar, kam provuar shampo të mira, kështu gjithsesi tani e kam super më mirë me thënë të drejtën, sepse në fillim këto kohë më përpara më ngatrohej komplet pjesa që këtu lart, edhe ishte shumë e vështirë, nuk krihej fare, nuk e di pse. Mbase nga që unë sa herë vendos bojë tek floku, boja më prish flokun, më shkatëron, nuk e duroj dot fare, edhe më ngatrohet komplet gjithë floku pastaj, edhe herën e fundit, 2 herët e fundit duket, unë e kam lyer vetëm pjesën e majave këtu për çështjen e thinjave, edhe e gjithë pjesa pastaj poshtë ka qenë e pa lyer, edhe floku pastaj filloi të ngatrohej që nga pjesa këtu sapo pas lyerjes, domethënë. Edhe unë e lidhe edhe me faktin e lyerjes së flokut, tani nuk e di pse, se më përpara floku im krihej shumë lehtë, siç është kjo pjesa këtu krihej gjithë flokun. Megjithatë tani ndjej goxha ndryshim, kam marrë jam kthyer sërish se pastaj nuk e di, ja vendosa pak fajin edhe shampove, si duket edhe shampot nuk më kanë bërë mirë. U ktheva sërish tek ajo shampo e thjeshtë që unë kam përdorur. Mora edhe një krem me krem keratine për flokun, për pjesën poshtë të flokut. Edhe pasi e laj me shampo, vendos edhe atë keratinën këtu, e kap me kapse, e le 1 minutë, 2 minuta, kështu pastaj e shplet gjithë flokun, edhe floku është goxha i butë, edhe mund të krijet super kollaj, siç u kret tani domethënë. Mund të krijet super kollaj. Mora edhe këtë vajin e kam përdorur gjithmonë. Tani ky është i Baleas, kam përdorur edhe pothuajse kam provuar të gjithë firmat e njësoj janë, nuk është se bëjnë ndonjë super ndryshim, ndonjë mrekulli të madhe, si kjo që bën 2 euro dhe ato nga 10 euro që kam marrë një lloj. Kam marrë edhe këtë herën e fundit, kjo është prap keratin, edhe kjo lyen sërish këtë pjesën poshtë të flokut, gjatë natës mund ta përdorim edhe në ditë të ndryshme, jo vetëm pas dushit. Vendos pak krem këtu te dora, e shpërndan tek floku, edhe me të vërtet që kjo më ka ndihmuar gjithashtu shumë, ka qenë floku, e kam përdorur vetëm një herë, kjo është hera e dytë që po e përdor, e kam përdorur para 4 ditësh,
ose 3 ditësh, diçka e tillë, nuk e mbaj mend. Kjo është hera e dytë dhe më ka qëndruar floku super i butë dhe jo i ngatruar. Mbas edhe nga ftohti, nuk e di, nga dimri, shumë elektrizohej edhe më ngatrohej, por që tani e dalloj goxha ndryshimin. Ta krej edhe njëherë, do ta thaj edhe pak, edhe pastaj flokun e kam gati dhe do bëj skincare-in e fytyrës edhe jam gati për gjuhën pastaj. Unë e thava edhe njëherë flokun dhe tani e kam plotësisht të thatë. Ky është edhe floku im. Tani unë do bëj larjen e fytyrës, do vendos edhe produktet e mbrëmjes. Para se të lahesha, vendosa vajin për fytyrën, edhe u futa në dush. Tani do përdor këtë larsin tjetër, këtë kremozin, për shprarjen e fytyrës, sepse unë gjithmonë pasi dal nga dushi e laj edhe një herë me larsin. Kjo gjëja që ka marrë të temon, që të temon duket se ka marrë, që ishte pako me kapse dhe me këtë, edhe me një fjongo që futej të koka, që s'u futet fare ajo fjongo, edhe ato të dora, edhe kjo gjëja kot fare, do të thënë nuk qëndron fare në kokë, por gjithsesi, mjafton ideja. Tani unë vendos në darkë, edhe në mëngjes, këtë kremin për radhët e zinj të syve. Vendos kështu në këtë mënyrë. E fërkoj me këto gishtat, sepse kjo pjesa këtu poshtë është shumë delikate. Edhe e fërkoj në këtë mënyrë. Vendosim këtë retinali nga kjo firma koreane. Retinali vendoset gjithmonë në sasi shumë të pakët. Nuk e di se sa duhet jetë kjo në fakt, po tek ai që kam pas përdorur një herë në fundit, thoshte që sasia e përdorimit të retinalit është një kokër orizi, pra shumë pak. Por gjithsesi, të kësaj firmës koreane nuk e di fare. Por gjithmonë kam përshtypjen që duhet jetë në sasi shumë të pakët, sepse enzimat e tij janë shumë të forta dhe për këtë arsye duhet shumë pak. Ndërsa kremi i natës është ky që unë përdor, nuk ka edhe shumë edhe pak ky. Ma mban fytyrën shumë të butë. Kur ngrihem në mëngjes është fytyra super e butë. Vendosim gjithmonë edhe te gusha. Përhapim edhe këtë kremin. Këtu të qafa me sodium, më duket se duhet të bërë gjithmonë kështu përsipër. Edhe tek fytyra. Shumë duket. Kjo pra është edhe rutina e mbrëmjes, që bëj unë çdo natë, pothuajse nuk e le asnjëherë rutinën e mbrëmjes, pastrimin e fytyrës pa e bërë asnjëherë. Ka raste për shembull që nuk e përdor larsin vajor, përdor vetëm atë kremozin, por pa e lar fytyrën dhe pa vendosur kremin hidratant, nuk rri asnjëherë. Nëse ju keni sugjerime për mua ose ide të tjera, ju lutem më shkruani poshtë në komente, do t'isha shumë e lumtur të lexoja gjithë komentet tuaja. Më komentoni gjithashtu se cila prej pjesëve të videos ju pëlqeu më shumë, nëse ju pëlqejnë këto skincare që unë bëj, ose ju pëlqen më shumë kur unë ju tregoj supermarket haul, ose kur del Solea momentet tona së bashku. Komentoni poshtë në video, edhe unë do mundohem që në videot e tjera të ardhshme të përfshij sa më shumë pjesë nga këto momente që edhe ju keni qejf të shikoni. Videos këtu i ka ardhur fundi. Falenderoj me gjithë zemër nëse e keni parë videon deri tani. Mos harroni të bëni një like, subscribe edhe koment, është shumë e rëndësishme për mua. Ju falenderoj edhe një herë, ju dërgoj shumë puthje, shumë dashuri. Ne do të shihemi në videot e radhës. Mirupafshim.